Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm për t'i ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, në këtë cikël të ri që kemi filluar para disa javë, po përzgjedhim disa stacione nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Do të thotë, nuk është trajtim i detajzuar i të gjitha ngjarjeve, zhvillimeve që kanë ndodhur në jetën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, por përzgjedhje stacionesh të rëndësishme që në për to ka kalu pejgamberi alayhi salatu wasalam, që të mësojmë për to stacione të rëndësishme dhe të marrim mësimet e duhura edhe për kohën tonë. Jemi ende në fillim, kur i dërguari alayhi salatu wasalam ka dalë me thirrje dhe kemi përmendur se thirrja e pejgamberit alayhi salatu wasalam nga elita e popullit të tij, nga të afërmit e tij, nuk është mirëpritur. Jo për shkak se nuk ka qenë në dobishme, jo për shkak se nuk ka qenë bindës pejgamberit son, po për shkak se i ka rënuar interesat e tyre personale. Do në thirrja e pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë një thirrje për drejtësi, ka qenë një thirrje për t'ia dhënë hakun çdo kujt, ka qenë një thirrje për t'u bindur Allahut te bareke ve teala, ka qenë një thirrje për të fituar me djesht dhe halal dhe për ta shpenzuar në atë që është e lejuar dhe dobishme, dhe padyshim se në këto kërkesa ka pas njerëz që domthonë kanë hasur probleme. Probleme për shkak se jeta e tyre ka qenë ndryshe e organizuar. Prandaj kanë filluar që në forma të ndryshme ta kundërshtojnë pejgamberin alayhi salatu wasalam. Ka filluar që në forma të ndryshme t'i dalin përballë kësaj thirrje. Shpesh herë këto metoda kanë qenë të dhunshme, por ka pas situata kur është përpjek elita e Kurajshve edhe me e josh materialisht pejgamberin sa që me je gëndon nga thirrja e tij. Për një nga stacion e rëndësishme që duhet të flasim për to, domethënë kur flasim për jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, është edhe reagimi i Kurajshve. Si kanë reaguar ata? Çfarë metoda kanë përdorur ata për me kundërshtuar dhe me luftu Muhammedin alayhi salatu wasalam? Padyshim se këto metoda të ndërlozur janë të shumë llojshme dhe për me i detajzu që duhet ndoshta secilës më ia kushtuar nga një ditë, nga një takim. Mi po nuk dëshirojmë që të zgjatemi kaq shumë dhe të detajzojmë, mbasi thash që qëllimi është vetëm ndalja në stacionet kryesore. Andaj nuk mund të anashkalojmë edhe këtë pjesë që ka të bëjë me reagimin e Kurajshve. E që këtë reagim mund ta përmbledhim në disa pika kryesore. Do si kanë reaguar Kurajsh, çfarë metoda kanë përdorur ata për me pengu pejgamberin alayhi salatu për me ndal dhe për me kufizu ndikimin dhe veprimin e tij në shoqëri. Nga metoda që i kanë përdorur të ndërlozur është emërtimi me emra, domethënë me emra fyes, me emra që e bëjnë të dyshim pejgamberin son, me akuza që e bëjnë pejgamberin alayhi salatu wasallam të papranueshëm në shoqëri. Kjo ka qenë një nga metodat e tyre. Domethënë, me gjetë dy emra që me ato emra tashmë bëhet i njohur pejgamberi son, dhe në bazë të emërtimit njerëzit edhe largohen prej tij. Për shembull, sikurse edhe përmend Allahu në Kur'an, e kanë emërtuar me emrin magjistar. E magjistari dihet, domethënë se është gënjeshtar, është mashtrues dhe përfiton nga hallet e njerëzve. Fatkeqësisht njerëzit kanë halle, kanë probleme dhe mendojnë se zgjidhja e tyre është magjistari, që ai përmes magjive të caktuara u zgjidh problemin. Asnjëherë domethënë, çysh do qoftë emri i tij, çka do qoftë pretendimi i tij, në momentin kur ai përdor truke caktuara të magjisë, përdor hile të caktuara të bashkëpunimit me djajt, nuk ka mundësi asnjëherë ajo që ai bën me qenë zgjidhje. Përkundrazi,
ajo edhe më tepër e komplikon situatën. Mund t'i duket dikujt në shikim të parë, në hapat parë se ja, diçka e mirë po ndodh, po krejt ajo është mashtrim. Krejt ajo është mashtrim. Andaj është me të vërtetë e dhimbshme kur dëgjojmë që njerëz caktuar, madje edhe nga rrethi jon, nga mesi jon, që shkojnë te njerëz caktuar që përdorin metoda të tilla diellëzore për t'u rrëmbyer parat njerëzve në këmbim me mashtrim. Mos u japin kur gjë, u japin mashtrim, u shesin mjegull, ndërsa u marrin djersën e tyre, u marrin mundin e tyre, u marrin në centrin e fundit që kanë xhepin e tyre, nga se hallit çon edhe nder të hasmit, që thot populli jon. Njëri kur ka hall nuk domethën shikon në çfarë dere po kurse, po troket, nga se kërkon zgjidhje. Mirë po dera magjistarëve që parashikojnë fatin, të ardhmen, zbulojnë të fshehtën, ose shkrin plum, ose tregojnë punë caktuara që në bazë tyne ata mund ta zbulojnë ku është problemi, kush ta ka bërë, si është zgjidhja, gjitha këto janë mashtrime. Andaj që në atë kohë idhujtar kanë qenë, s'kanë qenë besimtar fare, po e kanë di se një veprimtari e tillë është e pist, është e ndyt. Andaj kanë tentuar janë vesh pejgamberit alayhis salatu wasallam. Sikur të kishte me qenë magjistari me autoritet kredibil në shoqëni, që ai që ka emrin që ashtu pranohet, s'kishin më ngjit pejgamberit këtë emër. Apo, nga se njerëzit kishin dashur, ata kanë tentuar me i vendos emra irritues, emra që e bën pejgamberin të papranueshëm në shoqëri. Andaj nga magjistar. Kanë tentuar që ndikimi që po e bën Kur'ani në zemrat e njerëzve, fuqia e fjalës së Allahut azza wa jall, me i thon magji. Magjia është këtë diçka tjetër të ndërë. Magjia s'ka lidhje me shpalljen me Kur'anin. Kur'ani prezant argumente që e ngacmon mendin e njeriu që të punon. Ndërsa magjistari bën veprime që mendin e pasivizon. Nuk e lën me menu me mendet vet. Po e pasivizon mendin, ata janë në aktivitet diametralisht të kundërt, lidhje s'ka mes vete. Shpallja pejgamberi alayhis salam me shpallje i ka ftuar njerëz me adhuru Allahun azza xal, me u dashur mes vete, ndërsa magjia bën që njerëz me u largu nga Allahu te bareku teala, me i pasu cytjet e shejtanit dhe me u acaru mes vete. Magjistarët kërkojnë gjithmonë në këmbim të shërbimit para, ndërsa i dërguari nuk kërkon të para. Thotë ka marrë mi unëzir nga errësira, nga idhujtaria. Prandaj kishte shumë argumente të qarta që dëshmonin se veprimtaria e pejgamberit nuk ishte magji, nuk ishte mashtrim, por ishte realitet që i nxjerrte nga mashtrimi. Ata realisht jetonin mashtrim. Ata realisht jetonin të mashtruar, të manipuluar. Andaj ka arë shpallja me nxjerr nga manipulimi, nga mashtrimi. Mirë po ata doni që këtë aktivitet të pejgamberit alayhis salam, këtë përpjekje të tij për me nxjerr shoqërinë nga errësirrit, t'i veshin një emër që në bazë të këtij emri pastaj njerëzit irritohen apo. Edhe kjo praktikë të ndërlozër nuk është veç asaj kohe. Kjo praktikë është përdor në shumë kohëra, edhe në kohën tonë. Për shembull, nëse dikush mund të jetë një aktivist i mirë shoqëri, një shërbyes i mirë, një thirrës i duhur që tenton njerëz me i pajtu, me kthy tek Allahu xhallahu ala me bë mirë, qartë të caktuara të interesit, që realisht ky pajtim, ky udhëzim i njerëz nuk u shërben, tentojnë që njerëzit të tillë t'u anveshin etiketet e ndryshme. Me emra e ofiqe të lloj-llojshme që nuk janë të panjohura për neve. Pra një praktikë e tillë fatkeqësisht është e trashëguar gjenerat pas gjenerate. E ka qenë viktime saj edhe vetë Muhamedi alayhis salatu wasalam. Mirë po, të ndërlozër, kur ka vetdije tek njerëzit, kur njerëzit nuk u ashesin mendjen tjerëve, por e përdor vetë mendjen, atëherë trillimet e tilla, shpifet e tilla nuk mund absolutisht të ndikojnë. Prandaj shikoni për shembull kemi cik takimin e kaluar si është bë musliman Ebu Dherri. Ebu Dherri një njeri nga një fis jashtë Mekës. Ka dëgjuar që pejgamberi sa ka dalë edhe po thret. Ka ardhur Mekë me u vërtetu çka u thonë ky njeri. Edhe ka pyet ku është filoni, si e kanë dëgjuar disa nga elitarët e Mekës se po pyet për Muhamedit sa e kanë ditë se ky bëhet musliman. Kam pas frikë me i leju njerëzit me u taku me Muhamedit alayhis salam për shkak se
e kanë panë ftyrën e tij sinqeritetin, në fjalët e tij e kanë hetuar vërtetësinë. Prandaj kanë hetuar me i bë, domthonë bllokada të shumta, mos më u taku. I ka mos shkotaj, s'është magjistar. Domthonë posa të takosh me të rrëmben mendjen. Të bën për veti. Ebu Dherri ka thonë, unë jam njëri pjekun, mos shumë njëri me ndjelit, nuk ka mundësi bashkë që ashtu let dikush me mashtru mu, unë kam përvoj magjistari, një magjistartë, kom kalu në për ta une, po du vetë me shku me e dëgju. Në kjo vetdije të vëllezër është mbrojtëse nga mashtrimet, ku njerëzit nuk lejon të manipulojnë nga largësia, por afrohen me burimin, afrohen me njeriun, dëgjojnë me veshët e tyne, perceptojnë dhe analizojnë me mendjen e tyne. Atëre vendosi vetë, ti pa përshë që ka pëthat, në që ka po thirë. Nëse njëri thret me adhuru Allahun, e mi idhun idhujt. A është thirje e duhur apo e mrapsht? Ja mrapsht është e kundër ta. Nëse dikush thot, respektoni prindrit, mos i mbytni fëmijët, mos u vrani me zvete, mos keqpërdoni pasurinë e jetimit, mos e keqpërdoni pasurinë e tjetrit, fitoni me djerës, që shtu thret. A duhet me dyshun këtë thirje? Jo, Allah njështë, si kjo është natyrshëm. Njëri natyrshëm, po që shtu duhet me konë normal. Edhe në fund thot, nuk du pozit, nuk du pushtet, nuk du me mbo kur gjë. Hes t'luvi piuve, as shpërblim, as pushtet, as vot, kur gjës du piuve, veç du me konë burat mirë. Që këj njëri, a mund me pas dëshim për tina? Problem me pas dëshim, problem me pas dëshim. Andaj pejgamberin i kanali kanë ofru, i kanë thonë, në regull, hajde bujna marveshje mes nesh, bujna marveshje mes nesh. Po të bujna kryetar të Mekës, ti kejt e ki pushtetin, qatë dush bë, ama le që thirrje, që të mësi me lej. Ka në kur, unë se s'ko marrën për pushtet, unë s'ka marrë karik, unë ka marrë mi unë zirë nga erësira ndrit, që ka qenë, unë ka marrë mi u pajtu, unë ka marrë mi u mësu, që është me jetu si njerëz. Përndaj, kër e ka një budheri ka thirrje, ka unë, ma shtu s'ko këtë jo, ju qenë këni magjistar, kjo qenë këni sinqert. Përndaj, vetdia është e rëndësishme. Ku njerëzit din me dallu mes të mirit edhe të keqit, din me dallu mes të sinqertit dhe mashtruesit, din me dallu mes atyre që u adojnë të mirën edhe atyre që dëshojnë të përfitojnë nga mirë atyre. Dallon kur dikush për shembull don ta don të mirën ty, për ty. Edhe dallon kur të mirën tonë don për veti. A ka dallim? Ka dallim shumë të madh. Ka dallim të madh. Pejgamberi sa nuk ka dështi të mirën për veti, por adeshit mirën për ta. Këtu është dallimi mes Kurajshve dhe mes Muhamedit alayhis salatu wassalam. Andaj Abu Dharri ishte i mëshëm. Edhe kuptoi ta, njëri që ka magjistarët e di çka të pyesin, e di çka flasin, çfarë muhabeti kanë, çfarë kërkesa kanë, të njëra i kanë këtë punë, s'është kjo punë që nuk dihet. Ky lidhje s'ka me ta. Pra tendenca me envesh, me një emërtim irritues ka qenë nga përpjekjet e Kurajshve me bë të dërguarin alayhis salatu wassalam të papranueshëm në mesin e njerëzve. Nga, për shembull, ato emërtime që i kanë përmend ka qenë tash magjistar i çmendur. Përmendon i çmendur. Njëri i çmendur të në vëllazër, a ka mundësi me sjell argumente që të mëqemi s'mund të më dhon përgjigje? A ka mundësi? Por a ka mundësi një ignorant me sjell teori shkencore që krejt shkencëtarë i bin dygoj? A është e mundshme kë mendon? Jo, besoj është e mundshme, ç'është e mundshme? Nuk mundet me ndodhje. Një ignorant lidhje s'ka me fizik. Një ignorant zerra, nuk din kur gjë mjekësi, nuk din kur gjë e ka pruri teori shkencore, ç'është fort, krejt mjekët ja kanë kapuçin. Bravo të koft. A është e mundshme ndodhje? Po jo, s'është e mundshme vëllazë, nuk është e mundshme. Nga se një çmendur nuk ka mundësi me manipulon njerëz të mëqëm. E pejgamberi ka sjell argumente, i ka thënë atyne, sjellni një ngjajshëm sione. Jo, sjellni. S'kan mujt. Ato shko mundësi me koni çmendur. Njëri çmendur ka mundësi me i kontrollu veprimet e tij? S'ka mundësi. Njëri çmendur kalon nga tema në temë, hyn në temë, dën në temë, nga se nuk ka lidhje mes mendimeve të tij. S'ka kapacitet ai për me përmbyll ciklin e mendimit. Ja nis një mendim përfundon diku tjetër. Ç'ka njëri çmendur? Një çmendur është njëri që për shembull është agresiv, sulmon rrugë. A ç'ka njëri çmendur? Dihet, Allahu na ruaj. E pejgamberi sa mësisht në veprime. E fillon të një kërkesë e përfundon më të mrekullueshme ato. Fillon të një temë e përfundon më të mrekullueshme. I sfidon të mençurit të ngritur e Kurajshve të sjellin diçka me atë që ka sjellë ai nuk patën mundësi.
Ata u sollën si të çmendur. Goditën pejgamberin e sa, refuzuan, folën fjalë të pahishme që nuk perceptueshin nga mendja e njeriu dikush me thotë fjalë. Dorso si sa kemi pejgamberin i qetë, i urtë, i çmendur nuk ka kështu. Andaj çdo përpjekje me e njollos pejgamberin alayhis salam dështon të realisht. Dështon të për shkak se ishte komplet e paqëndrueshme. Mirë po, përpjekja aty ne ishte që me e njollos pejgamberin alayhis salam, me emërtime të caktuara. Nga metodat që i kanë përdor kur nuk funksionoi, domethënë njollosja, kur nuk funksionoi emërtimi me emra irritues, kaluan në forma të caktuara të dhunës. Për shembull, e keqtrajtuan Bilalin radhiyallahu ta'ala anhu. Paramendo në vapën e madhe, e shtrin për tokë, në rrërën e zjarrt nga temperatura, i vendosën gurin mbi gjak se i thanë, shaje pejgamberin, shaje Muhammedin. A i thënë të ehadun ehad, a i thënë një ashtë, edhe veç një ashtë, edhe s'ka tjetër, pas Allah të barë këtala. E rahën Hubejbin, Khabab ibn Arat nga shokët e kanë ra, do ndirë sa lkurin ja kanë da nga mishja, nga rahja e madhe. Tortur. Edhe të nërvozër, nëse në kohën e sotshme, do më thonë që konzrot kogja kohë e zhvilluar, e avancuar në shumë aspekte, në të drejtat e njeriut, për shembull, në shumë aspekte që njeriu spaku sot është dashur me pas një trajtim më të dinjitetshëm, nëse sot shohim edhe gjejmë tortura të çmendura të njerëzve që i bëjnë midis njerëz, çka thua për atë kohë? Çka thua për atë kohë që s'ka pas as kamera, as gjyqje, kohë domosdoshmë e kaosit. A atë kohë çysh ka qenë? Shikoj sot për shembull, shikoj sot. Filmohet, domthonë dhuna, filmohet agresiviteti, filmohet për shembull bombardim mbi kokat fëmijëve. Fëmijë pa fajshëm vriten, gratë pa fajshëm vriten. Filmohet kjo, këtë bota është vazhdoni të tutje. Për mëna çfarë tmerrin ndodha. E në atë kohë që shka mujtë me qenë që s'ka pas as rrjete sociale, as s'ka pas kur gjë, do ne kanë keq trajtu, e kanë dhunu, edhe ndoshta kojshie e afër se ka marrë vesh ato. Kanë përdorur të metodë të tmerrshme të dhunës për me ndalë të vërtetën. Kanë të menduar se përmes friksimit, përmes dhunës pushtohet zemra e njerit. Të ndërrozë dhuna asnjëherë nuk është treguar efikase në ndryshimin e bindjeve të njeriut. Asnjëherë. Njeriu ka pas mundësi ndoshta për shkak të dhunës me aktru ndryshimin, por mbrana e ka rujt mendimin gjithmonë. Dhe në momentin kur i është dhënë mundësia me shfaq e ka shfaq. Andaj Islami e ndalon dhunën në ndryshimin e mendimeve. La ikrahe fi din, nuk ka dhunë në fe. Nuk ban me ushtru presion dhunë mi dikan, mi andru. Pse? Nga se ndryshimi ti është formal, jo i sinqert, nërso feja ka ardhë për besim të sinqert. Nëse nuk e ndryshon nga brendia bindjen, nuk është muslimane. Për shembull të ndodhë, nëse e lidh dikon, edhe me kamxhik e rrej, Allah na rujt, për me fal namazin, ai e fal nga frika e dhunës, por jo nga bindjen te Allahu azhjal, a e kanë arrit qëllimin? Jo, s'ka qëllim këtu. Qëllimi është me bind me argumente. Andaj aty ku mungojnë argumentet, shpërfaqet dhuna. Aty ku ka argumente, s'ka nevojë për dhunë. S'ka nevojë. Pse argumentet janë? Argumentet flasin, argumentet godasin, argumentet e bëjnë procesin e bindjes. E kush s'ka argumente, s'ka fakte, s'ka prova, ka gënjeshtra, ka mashtrime, tenton me bëj gjenocid, dhunë e presion mbi njerëz të caktuar. Prandaj kjo praktik ka qenë në atë kohë, vazhdon në këtë kohë fatkeqësisht, ju e shihni që tentohet më ndryshu për shembull në forma të caktuara përmes dhunës, me ndryshu për shembull fakte të pamohueshme, të zhvlerësohen argumentet e qarta që flasin për të drejtën e një populli, e një individi, e një vendi, e një ideje e kështu me radhë. Andaj këtu është dallimi mes pejgamberit sa dhe kurajshve. Kur shikoni të vëllezër në përmbyllje çka me përmbyll këtë. Dallimin e madh. Dhe kjo duhet me kon për neve mësim i madh, nga se ne si besimtar duhet të dallojmë gjithçka me këtë tjerët në kuptim pozitiv. Kur erdhi pejgamberi alayhi salatu wassalam,
kur u dërgua sa i që aty është në Mekë, kur u dërgua, mas 20 viteve qëndrim në Mekë, tanë kohën i thonin, ti e besniku, ti e sinqerti, ti e maj miri, apo, kur erë shpallja, e Allahu xhallahu ala, i mblodhi pejgamberi sa mas një kohë, Kurejshet në kodrinën Safa, i mblodhi. Ju tha, nëse ju them, se mas sëj kodre, një ushtri po vjen me usrimu, a keni me mbesu? Ata i thanë, po, të besojmë nga se kur një tonës në gënjy. A dëshmun vetë? Ata vetë e pranua se kënë nuk është gënjështar. E tha, pra, këmarë, unë e mja u të rejkë vretin për diqka matë ma se kaq, nga dënimi Allah të madhuar. Allah më ka dërguar, mi u nëzirë nga ersira në dritë, mi u shpëtu nga dënimi Allah xhallahu ala, si reaguan. Reaguan, ti e gënjeshtar, ti e mashtrues, ti e kështot, e me dhun. Kështë pjesa e Kurejshve. Me që kishin pushtetin, kishin forcën. Mirë, mas 20 viteve, situata ndryshoj. Pejgamberi që drejt 13 vite në Mekë, u detrua më u shprëngull, sikurse kemi folë dhe do të flasim, dhe mas 7 viteve dikon qëllimin në Medinë, parafërsisht ma 21 viteve parafërsisht, pejgamberi son u kthye çlirues i Mekës, fitimtarë. Tash prap i mblodhi Kurejsh të Mekës. Prap i mblodhi njëjë sikurse para 20 viteve. E ju tha, masi tash e kanë persekutuar, e kanë mjollosur, kanë shpifur, e kanë akuzuar, e kanë dëbuar nga vendi vet, e kanë privuar nga të detet elementare, ja kanë konfiskuar pasurinë atij dhe pasuzve, mas krejt kësaj historie të hidhur e të mbushur armiqësi, pejgamberi më tha, çka jo mërmënia ka me bo me juve? Tash a me u kthyn jetë tash? Tash a kam fuqinë. Më këtë bën mirësi. A ka mujt? Këtë pe Mekës mund me u përzon. Mundet. Këtë ka mujt me ekzekutuar. Me gjyq të përshpejtuar, apo gjyqet përshpejtuara, s'ka argumente, s'ka kurgjë. Ke bëhet tradhti kombëtare shkon në ekzekutim. Shpejt, me procedurë të përshpejtuara ka mujt këtë mi ekzekutu. A ka mujt? Ka mujt. Po çka tha? Idhhabu fa antum muktulaka. Shkoni të lirë jeni, çka doni bëni. Në kuptim, unë e shëm si ju. Fejem s'ka ardhë me konë si ju. Se për me konë si ju, si shumë prish kur, ishëm punje rana. Po fakti se nuk du me konë si ju, ka ndodhë këtë kjo problem, po në fund ka triumfua ajo që Allahu xhallahu ka shpasit vërtet. Pra e të në vëllezër, besimtari me besimin e tij duhet me tregu gjithmonë dallimin në sjelljen e tij, në edukatën e tij, në reagimin e tij, në kontributin e tij, për shkak se ajo që ka besimi nuk të jap kur gjë mbi fytyrën e tokës. Në këto disa nga metoda që i kanë përdorur Kurejsh të Mekës për me pengu pejgamberin son, ka edhe tjera që do të trajtojmë inshallah binillah për të kuptuar domthonë se si është zhvilluar jeta në Mekë mes pejgamberit alayhis sallam dhe kundërshtarëve të tij. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë, na përmirësoj gjendjen. Allahu na bëft të dobishëm të mirë për vete, për njëri tjetrin, për vendin dhe për njerëzit të mbar. Na ruajt Allah nga çfarë do lloj dhune, mashtrimi apo manipulimi dhe na bëft të vetëdijshëm që ti kuptojmë gjërat si duhet dhe ta pasojmë atë që duhet. Zoti ju shpëlbeft. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.